pse nuk mund të qellohet në mënyrë masive ndaj njerëzve. E thash ndaj kujt qellohet, e thash kur mora fjalën. Pra analiza time ka këtë konkluzion. Në gjithë këta njerëz që morën pjesë në këtë ngjarje, duhet të ndajmë cilët ishin bashkëpunëtor me Andrea Prendin dhe ata Qicit dhe cilët ishin më pasaj në rol dytësor që u detyruan për rrethanat ndryshme të bënin në një veprim të moralishëm. Për mua këta kryesorë që prishën serverin, nuk prishet serveri kollaj. Për mua, Berisha tha s'ka kryeministria server. Edhe një sërmasa për armët, për të mos ekzekutuar urdhrat e prokurorit, të gjitha këto kanë deshifruar qëndrimin mbështetës, inkurajus, nxitës, mbrojtës. Ky ka qenë roli i kryeministrit. Në të tërë këtë... Puna është kjo përgjegjësi penale? Po, është puro bashkëpunim. Do më lejosh të them zoti ministër se puro bashkëpunim dhe prokurori Spakut duhet e akuzoj bashkëpunim në vrasje. Pastaj rolin e ndan gjykata në masën e dënimit në rrethanat që duhen aplikuar. Do më lejosh të them zoti ministër nuk ka përdorim detyrë. Juve, po ka bashkëpunim në krim. Ka bashkëpunim në krim. Bile më fal, edhe ata që janë quajtur plagosje të lehta apo të rënda, të gjithë ata që janë plagosur me armë, duhet merret tentativë vrasje. Pse? Rrethanat kanë shpëtuar se ata mund të kishim 40 viktima, ne jo 4. Është akuza e tillë, shikoj. Unë ja unisa pak më përpara, dhe i shpjegimi që po bëni juve tani, juve jeni nga profesionistët që jeni qenë në Ministrinë e Brendshme, juve dhe Vladimir Hysi, që atëherë nuk ka më profesionist, ka vetëm politikan. Jo, ka. Mos shiko strukturat më poshtë. Flasim e neni nënt... Edhe strukturat e kanë knajsh, në fakt. Shiko, neni nënt, po ta shikosh, përgjegjësia direkt bie mbi komandantin e gardës. Plotësisht dakord. Dhe ministri Brendshëm, në kushtet që jemi, shiko, unë tani jam avokat, po bëj analizën. Në kushtet që jemi, thot ministri Brendshëm i asaj kohe, përgjegjësi ka dalë, ky është dënuar. Për këtë veprim që ka bërë. Ta tha në sens e bashkëpunimit. Ka qenë në dilemë komandanti i gardës, drejtori i gardës. Ka qenë në dilemë, edhe pse e ka origjinë nga ushtria. Dhe ushtarakët nuk njohin legjislacion. Ligjin për përdorimin në armë, kushtet, rastet, nuk e dinë dhe procedurat. Dhe kujtojnë që po të qelloj tjetri me gur, merr qello. Dhe fakti që dha urdhër për të qelluar në mënyrë masive, tregon që nuk e njeh legjislacionin. Po pse dha? Ka qenë në dilemë, ka qenë në presion. Dhe vetëm kur e ka parë veten ngushtë nga presioni që i zhbër, nga kërcënimet, nga nuk e di, sjelljet si e kanë trajtuar, e prorët atë. Sepse ai e thotë në atë fjalën e zbarë, sikur e prorët e tij që ishin ministri, sikur e prorët që ishin ministri dhe kryeministri, të kishë mbajtur një sjellje tjetër. Pse qelloni juve? Kë po vrisni? Do ta zgjidh policia, rini atje. Vetëm kur të hynë në hyrjet e kryeministrisë, ta diknin, ta shkatëronin, kujtoni shtatorin 2098-ën, kur u sulmua. Do të bëjt një paralelizma për atë. Më e rëndë, dhe nuk u vra njëri. U godit me armë. Jo, asgjë, utërojsh policia. Prandaj, ai prokurori t'i qëndroi bashkëpunimit mirë. Shpejt, Petre, se s'kemi shumë. E para njërë katë me shtatori ishte në kushtet që garda të përdorte armët, sepse ata ishin me antitanke me shumë mjete. Edhe se përdori. Dhe nuk e përdorën dhe u larguan nga kryeministria. Jo, janë plagosur. Po nuk ka rëndësimi, jemi në kushte krejtë të tjera. Në këto kushte, protestuesit kanë qenë të pa barabartë. Nuk kanë tentuar të kalojnë gardin, dhe ajo që mua më duket absurde, si mund të shkosh të mbash një ligj që kur bëhet një protest të përdorësh armë luftarake që po luftohet sot në luftën Ukrainë në Rusi, Kalashnikov, është tmerr. Sidomos për një vend antar të NATO që kandidat për shkrim për etj, bile pra kam frikë që ligji është akoma në fuqi sot dhe duhet ndryshuar. Po, është një gabim jashtëzakonshëm. Po, Meçë. Atëherë duhet që të vendosën sinkron ngjarjen me urdhrin. Urdhri, ose mirë thënë, momenti kur bëhet vrasja, është një 10 minuta mbasi e qelluar me armë sa është kënaqur gjithë garda, dhe armët kanë qenë armë Kalashnikov me fishek manovre. Gati 10 minuta... Ata vazhdojnë të qellonë? Garda qellonte. Kush u dha urdhër dhe është brenda këtij urdhri, nuk më rezulton që është brenda këtij urdhri. Sepse urdhri... Sa kur kanë qenë pluma manovër, kuptohet që... Një minutë.
Pikrisht Ka qenë pa dëmshëm. kështu do të dalun tani, po kujt po jepej urdhri dhe në çka kanal po jepej urdhri? Sepse ne ngatrojmë gjithë gardën, e cila në 95% të saja është me Kalashnikov, janë vetëm 5 veta maksimumi që janë me armën që ka bërë vrasjen. Ky urdhër nuk i jepej gardës, po i erdhi një strukturë të posaçme, e cila është në një kanal të posaçëm. Kjo strukturë mund të jetë strukturë posaçme, por mund të jenë edhe persona të cilët ishin besueshëm, të cilët kishin detyrë të bëjnë Grupi zjarrit që u quajë. Nuk e dim nëse është grupi zjarrit. Apo mund të jenë Sepse tjerë. mund të them dhe unë zjarri mund të vazhdoj jetë të zyrtarisht, po mund të jenë një grup tjetër, Dhe unë thonë. vazhdoj të insistoj që ky urdhër i jepet një grupi i cili nuk është pjesë e strukturës së gardës këtu, por është pjesë e diçkaje tjetër e cila kishte mision të bëjë vrasjen. Sepse jo pa qëllim e futan sinkron. E futan sinkron sepse në momentin kur është bërë goditja direkt nga lupa nuk ka qëllim me armë nga garda. Pikërisht në moment nuk ka qëllim. Ka vetëm goditje selektive. Bile, ja po ta shikoni këtë, kjo është një foto, nuk e di nëse regjia na e mundson, e cila tregon Agim Lupon pikërisht në atë moment kur ai ka shtënë dhe shikoni që 2 ushtarët e tjerë të Ky është Agim Lupa, këtu është bërë vrasja e tij. Këtu është bërë. Pra, jo, po shikosh ushtarët, ata janë gardës apo jo, janë gjithë me kallashja, duket kallashi ku e kanë poshtë. Duket që ata janë out, pra nuk kanë, jo, vetëm një gjë. Pra, sepse ideja është nëse jepet një urdhër për të gjithë për të konfirmuar atë që thoni ju, do kishim një reagim të gjithë trupave të gardës. Ndërkohë që këtu shikojmë që ka vetëm njëri që është super aktiv. Tjerët janë në pritje. Mund të them një gjë që është e saktë. Nuk është e vërtetë, gjithë gardistët kanë kufje në vesh zotëri. Dhe nuk marrin urdhër nëpërmjet tam qello. Tam qelloj është dhënë personave të cilët kanë patur detyrë të godisnin zotëri. Janë të përzgjedhur. Janë të përzgjedhur dhe kam gjithë kohën që po them. Ka diçka. Ç'pësoi ky urdhërdhënësi? Ç'pësoi se deri në atë moment po e quajmë të rregull që nuk qelloi ndaj turmës, po qelloi lart. Ç'pësoi ky në këtë moment që u detyrua të jepte? Ç'e gjeti? Pikërisht për ta, sepse ne ngjarjen e kemi analizuar në këtë plan. Momenti kur është bërë goditja është momenti kur së pari nuk ka agresivitet turmës. Turma është tërhequr. Çdo gjë është e qetë dhe jepet urdhër, qellon në ajër kur nuk ka agresion. Qellon në turmë kur nuk kemi elemente të veprës. Por mos harrojmë që unë vazhdoj të insistoj. Nuk ka ngjarje ku angazhohet policia që nuk ka plan masësh pa miratim politik. Pa miratim politik. Dhe këtë desha t'i bëjë. Nuk ka ngjarje dhe në qoftë se ministri rendit thotë që unë nuk kam dieni, atëherë jo vetëm ai gënjen, por ka një gjë tjetër. Nëse s'ka dieni ai ka një instancë më lart se ai dieni. Pra ka kryeministri. Pra, të gjitha ngjarjet na shpihen në atë që vrasja është bërë selektive, zotni. Të gjitha provat vërtetojnë që nuk ka marrur garda. Dhe unë shpreh dyshimi që nuk ka marrë as grupi zjarrit. Zoti Mala në intervistë tek mua para 5 Unë shpreh dyshimin që ky kanal i cili është regjistruar, ky kanal që është regjistruar nuk i është dhënë urdhër asnjë strukture legale të gardës. Ka qenë kanal preferencial. Personat të cilët kanë marrë urdhër janë në një kanal dhe gjyra kryesore është të verifikohet kanali, sepse ju e dini mjaft mirë, frekuencat janë të ndryshme për vendroje të ndryshme, për grupe të ndryshme, dhe ky urdhër që është dhënë është tmerrsi selektiv, nuk them momenti kur është dhënë, por fakti që nuk është në sinkron me goditjen e gardës që ka qenë masive, do të thotë që është edhe urdhri selektiv. Dhe urdhri është dhënë ashtu siç kemi thënë, 2 veta kanë qelluar zotni. 2 veta kanë qelluar. Njëri është identifikuar dhe tjetri është Plumb Nënç. Dhe Plumb Nënç në të gjitha të strukturë ka vetëm komandanti i gardës i ka pistoletën dhe janë 4-5 armatime, 5 MP5-a. Pra ti nuk e nevojë të angazhosh gjithë gardën, se nuk ekziston gjurmë që garda ka qelluar, garda e gjitha. Për të mos thënë, shek mandovre. Janë grupit zjarrit. Janë shoqët e grupit zjarrit. Të çfarë armë është? MP5. MP5 po them. Janë MP5. 17 copë, po MP5 ka grupit. 17 copë, nuk e di. Ai hetuat sa prej këtyre u zbuluan që kanë shtonë. Sepse më fal, vetëm vini. Po. Vetëm një gjë duhet të them. 17. 117 zhoja janë nxjerrur nga armat e grupit zjarrit. Janë 117 MP5-a? Po shumë pak edhe. Po ta tha jo zoti Yzeria. Ne duhet ta kemi bile deklaratën zyrtare që janë zyrtarja flet për mbi 80 të plagosur nga plumët e zjarrit. Po Karança? Fishe që janë gjetë janë pak, janë qitur. Tani, jo, po nga sa automatik janë shtonë? Po nga tot grupit zjarrit. Të gjithë? Po grupit zjarrit ka qenë dhe ajo gzhoja
që është ndryshuar e komandantit Gardës, që ishte gëzhoj e tjetërsuar, që dolin brapa, që 8 gëzhojat që dilshin pa autor, kuptimin që dilshin pa një orë, dole që zgjerën nga pistoleta. Pra, kalibër 9 ka ndodhur gjithë ngjarja. Tani, gjithë diskutimi, prandaj se duke qenë se është çështja në hetim për efekt etike, se unë kam folur, s'është një problem se ka prokurori çështjes, duhet verifiku gjitha rrethanat e ngjarjes. Dhe për mendimin tim, audio, nëse është autentike, domethënë po e them, duhet dali me ekspertin. Dhe duhet ballafaqohen këta persona që audio është kështu, i ke thënë kështu, se këto kanë dhënë një deklarim. Dhe tash kush janë ato emra që përmenden në radio, duhet zbulohen emrat. Për shembull, kam parë një është Tufani, për shembull. Kush është Tufani 1, Tufani 2, sepse ato kanë kode. Pra, kush janë kodet që kanë gjuhë bashkëpunim nxitës, mbrojtës, marrje në mbrojtje, edhe s'ka shpërdorim. Shpërdorim kanë ata që si ka lidhur gjë. Do të ndry një sekondë. Vetëm se do ta mbyllim, një sekondë kemi se do ta mbyllim. Akuza duhet të jetë. Akuza duhet të jetë Vrasje në rrethana cilësuese në 79, 2 më shumë personave në mjedis publik, kupton, është një gërm tjetër atje, dhe në bashkëpunim. Dhe për të ato vepra, ato vrasje që i kanë bërë ata ekzekutor, duhet përgjigjet edhe këta funksionarët e lartë, duke përjashtu të tjerët që mund t'i kapi në një akt shpërdorim detyrë. Duhet diferencohen bashkëpunëtorët në krim që janë këta, se janë vënë dieni dhe me veprim ose me mos veprim kanë luajtur rol negativ në këtë ngjarje. Mund ta kishin frenuar, nuk e bën. Karanja dhe pastaj Meçe, Unë diçka se kam thënë dhe do ta them, duhet hetohet dhe ish prokurore përgjithshme Ina Rama, pse nuk hetoi zyrtarët e lartë. S'ka kryer detyrë. Pavarësisht është parashkruar vepra, populli shqiptar ta marrë vesh pse nuk ka bërë detyrën. Çfarë bisedash ka bërë me Bamir Topin atë kohë, se doli nga libri i Bamirit. Me mos veprim. Dhe duhet hetohet dhe për çështjen e Durrës Kukës. Është bërë me qëllim, sepse edhe çështja e Durrës Kukës ka dalë jashtë afatit e dimor. Unë mbyll me teknikalitete, me votat e Partisë Demokratike KPA më duket i dyshim. Pra është i dyshim. Për te retorikës kundër saj që Zoti Berisha e ka vazhduar, Jetoni e ka votuar pastaj. Retorik politike shumë të fortë, shumë të ashpër ti e voto. Është e çuditshme. Tash kjo dhe del e kundërta. Pra, në opinionin publik dalin gjërat ndryshe, në realitet e ndryshe unë t'jap votën, sepse votat nuk ka parashkrim tek bashkëpunimi në krim, tek vrasja. Këta që janë bashkëpunëtor. Ekzekutor është tjetër gjë, që qiti, ai që e nxiti, e inkurajoi, bëri presion, e mori në mbrojtje, e mbështeti, i prishi provat. Ajo nuk është pjesë e parashkrimit. Ajo nuk është pjesë e parashkrimit. Do të thotë trajtojnë bashkëpunëtorët njësoj si vrasë. Si vrasit. Meçe, që ta mbyllim. Dy gjëra kam. Së pari, më mori Karanja, çështja është që në gjykat vera penale e raportuar nga ana e prokurisë përgjithshme të kohës ka qenë vrasje në rrethana cilësuese. Trupi gjyqësor ka deformuar, duke deformuar komplet procesin. Edhe kjo trup nuk do t'i shpëtoj tashmë, ashtu si Ina Rama nuk do t'i shpëtoj një hetimi të posaçëm e para. E dyta, do të dim që regjistrimi i veprës penale që po flasim, që ka brenda vetvetes 3 çështje penale. Njëra është vrasja në rrethana cilësuese në bashkëpunim, shtohet në publik sipas pretendimit, po gjithsesi kjo është e regjistruar tani, është bërë në kushtet ku nuk ka patur këtë regjistrimin video. Çka do thot provat edhe pa këtë regjistrimin kanë qenë të mjaftueshme për ta mbyllur çështjen. Ç'po na del tani, te këtu ne shoh shumë të rrezikshme situatën. Po na del që prokuroria ka bllokuar komplet hetimin tani, për ka gjetur një kërç, si gjeti radhën e parë, një fishek të deformuar, mund ta konsiderojnë provë. Tani ka gjetur një provë dhe ka bllokuar procesin në gjykimin tim. Prandaj çdo tentativë që kërkon që me dojë mos të verifikohet në gen, që është e pamundur të bëhet, sepse doli doktori i tha po çfarë, inteligjenca artificiale më bën mua sot të gjallë. Kështu që çdo tentativë për ta rikthyer gjithë çështjen tek ajo video, e cila natyrisht është një material i mjaftueshëm dhe i plotë dhe gjithë pa audio, kam frikë se tashmë po e skanerizon gjithë 21-jarin dhe po e blokon në një çështje procedurale. Dhe pikërisht, nëse do t'i kthejmë momentit të parë, se po i kthem përgjigje pyetjes time të fundit në editorial. Nëse i kthejmë momentit të parë, gjithë lëvizja Berishës është që përsëri të deformojnë, pra u prodhuan 2 ngjarje që tentojnë që 20 janarin ta deformojnë. Jo,
20 janari ka filluar si çështje, është rrisur çështje me ato prova pa nga sa vura janë të gjitha provat e mjaftueshme për ta kryer këtë akt. Nga kjo audio e para njëri që nuk ka filluar akoma të kaloj fazën e ekspertimit, për arsye sepse nëse personat të cilët janë pjesëtar dhe janë të verifikuar, nëse prokuroria i ka marrë apo jo të hedhin zërat për të bërë akti i ekspertimit, kjo nuk është bërë akoma, kjo tregon që kjo audio nuk është marrë për bazë akoma. E quaj si indici ata. Edhe është marrë në kundërshtim me procedurat. Po se ka dalë që do ta shpijem ja shtetit, ta shpijem me ekspertizë. Dakord, unë jam plotësisht dakord me ty. Ta japim sot lajmin e gëzuar që 20 janarit të themi mirëpafshim atëherë. Jo, edhe për sa vite. Dëshpërimi i Berishës tregon që nuk është audio dokumenti kryesor, por me frikë. Ka diçka tjetër. Por thash edhe një herë, përdorimi i audios është një metaforë që po përdoret me tentativën për ta shtyrë dhe për të bllokuar. Shqetësimi i Berishës që mblodhi gjithë ata që janë bashkëpunëtor në ngjarje, në një zë të vetëm do të thotë që unë tashmë mbas shqetësimit Berishës jam besim plot që Berisha është vënë shpalla pashmurit në thirrjen e fundit. Ta shikojmë. Me vënë shpalla, jo me fiksuar. Meçe, faleminderit Petar, kënaqësi, faleminderit Ervin, si më kënaqësi, zoti Zeri, është shumë kënaqësi të kishim sot në program për të parë, pasi realisht unë dua që për te themi faktit që unë vetë personalisht me që e di arsyet, pse jam pak subjektiv të kjo ngjarje, por realisht do doja si të gjithë qytetarët e këtij vendi që njerëzit vendosen para drejtësisë po përballë provave të mirëfillt. Dhe besoj që shpjegimi juaj sot na ndihmoi, na e plotsoi këtë mozaik i cili është 15 vjetësh ndej pa plotësuar. Faleminderit Yzere, posaçërisht për ju. Risori kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga unë Sokol Palla, natë e mirë.